Për herë të parë në Shqipëri djemtë janë përfshirë në programin kombëtar të vaksinimit kundër HPV-s, virusi papilomës humane, duke shënuar një hap të rëndësishëm në politikat e parandalimit të sëmundjeve infektive dhe onkologjike. Nisja e fushatës së vaksinimit për djemtë që në ditët e para të janarit vjen në një kohë kur infeksioni HPV mbetet një nga viruset më të përhapura që prek si vajzat ashtu dhe djemtë, shpesh pa shenja të dukshme, por me pasoja serioze për shëndetin në afatgjatë. Pra në Institutit të Shëndetit Publik mësohet se arsyet pse vaksinimi djemve konsiderohet i domosdoshëm është sepse përfitimet që sjell kjo mas, jo vetëm për individin, por janë dhe për komunitetin, si dhe theksojnë rëndësinë e ndërgjegjësimit të prindërve për të siguruar mbulim sa më të gjerë të vaksinimit në këtë grup mosh, si të vajzat ashtu dhe të djemtë. Sipas ISHP, infeksioni nga HPV është infeksioni viral më i shpeshtë i traktit riprodhues dhe shkakton një sër sëmundjesh dhe gjendjesh si te femra dhe te meshkujt, duke përfshirë këtu deri tek sëmundjet kanceroze. Sipas ISHP, përfshirja e djemve në programet e vaksinimit ndaj HPV-s është një masë thelbësore e shëndetit publik, e mbështetur gjerësisht nga evidenca shkencore dhe praktikat ndërkombëtare. Mësohet se sipas të dhënave të regjistruara në sistemin informativ të vaksinimit SIV, deri më tani janë aplikuar 16 doza të vaksinës kundër HPV-s të djemtë 13 vjeçar në rang kombëtar. Pritet që numri i vaksinimeve të rritet progresivisht në vijim paralelisht me forcimin e informimit, sensibilizimit të prindërve dhe përfshirjen aktive të profesionistëve të shëndetit në komunitet. Mësohet se janë zhvilluar dhe po vijojnë fushata informuese dhe sensibilizuese për vaksinimin kundër HPV-s, të cilat tashmë janë zgjeruar dhe për djemtë në përputhje me përfshirjen e tyre në kalendarin kombëtar të vaksinimit. Ndërkohë që ISHP përcjell dhe një mesazh të rëndësishëm për të gjithë prindërit që hezitojnë të shtyjnë fëmijët e tyre drejt kryerjes së vaksinës HPV. Pasi ky është një investim për shëndetin e fëmijëve të tyre në të ardhmen. Vaksina, sipas ISHP-s, është e sigurt, e studiuar gjerësisht dhe përdoret për vitesh në shumë vende të botës. Ajo nuk lidhet me sjelljen seksuale, por me parandalimin e sëmundjeve serioze, përfshirë dhe kancerin. Nga të dhënat zyrtare të operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor, gjatë vitit 2025 janë kryer në të gjithë vendin rreth 9363 vaksina HPV, ndërsa nga muaji janar i këtij viti për herë të parë ka nisur vaksinimi dhe tek djemtë.